Ritmet e emigracionit janë rritur vitet e fundit duke e tejkaluar edhe shifrën e vitit 2015, periudhë kur u regjistruan largime masive drejt vendeve të Evropës perëndimore. Sipas të dhënave të Eurostat, vetëm në vitet 2022-2023, gati 100.000 shqiptarë emigruan në vendet e BE-s. Sipas të njëjtave të dhëna nga Instituti Evropian i Statistikave, gjatë vitit 2023 rreth 49.000 emigrantë nga Shqipëria kanë hyrë në vendet e Bashkimit Evropian dhe po kaq shqiptarë u larguan edhe në vitin paraardhës. Shifrat janë më të larta se ato të vitit 2015 kur emigrantët nga Shqipëria në BE arritën në 44.000. Ndryshe nga vitet e mëparshme kur largimet më të shumta bëheshin përmes kërkesave për azil, në vitet e fundit këto kërkesa kanë rënë ndërsa shqiptarët zgjedhin mënyra të tjera për të emigruar, siç janë bashkimet familjare si në rastin e Italisë apo me kontrata pune si në Gjermani. Në vitin 2023 rreth 30.000 emigrantë u regjistruan në Itali, ose 62% e totalit. Edhe në vitin 2022 ky shtet regjistroi rreth 29.000 emigrantë nga Shqipëria. Italia ka një numër të lartë të bashkimeve familjare si një nga destinacionet kryesore historike të shqiptarëve që ikin jashtë. Gjermania sa kaq është destinacioni i dytë me rreth 15.000 emigrantë në vitin 2022 dhe 14.000 në vitin 2023. Ndryshe nga Italia, largimet drejt këtij vendi bëhen përmes kontratave të punës. Më shumë se gjysma atyre që emigruan në Gjermani në vitin 2023, ose 55% e totalit, sipas të dhënave ishin të grup moshës 20 deri në 34 vjeç. E treta është Kroacia që ka parë vitet e fundit emigrimin e mbi 1.000 personave nga Shqipëria, teksa ky shtet po tërheq punëtor në ndërtim dhe në turizëm. Nga ana tjetër, Greqia nuk i raporton të dhënat, çka nënkupton se numri i emigrantëve në vendet e Bashkimit Evropian është edhe më i lartë se sa raportohet nga Eurostat.